frika nga humbja e punës, 50 rastet, komentet e padëshiruara janë raportuar se janë ngacmuar nga punëdhënësit. Në 18 muaj ka pasur rreth 50 raste të ngacmimeve seksuale në vendin e punës në Kosovë dhe nga këto rreth 25 raste janë raportuar se janë ngacmuar nga punëdhënësit, sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Studime Gjinore. 81% e grave dhe rreth 43% e burrave kanë përjetuar ndonjë formë ngacmimi në vendin e punës, sipas Wi-Fi Talents, një raport global mbi këtë temë. Komentet e padëshiruara, shikimet, mesazhet e papërshtatshme, jo vetëm që ndodhin, por shumica e tyre nuk guxojnë të denoncohen. Po pse ndodh kjo? Gratë që përjetojnë ngacmim raportojnë se frika nga humbja e punës, turpi dhe se askush nuk do t'ju besoj, janë disa nga arsyet kryesore pse nuk denoncojnë rastet. Burrat shpesh nuk raportojnë ngacmimin seksual për shkak të stigmatizimit, paragjykimeve ose frikës se nuk do të merren seriozisht, prandaj statistika zyrtare mund të jenë më të ulta se realiteti. Edhe kur ngacmimi ndodh, vetëm një pjesë e vogël e rasteve raportohet zyrtarisht tek policia. Kodi penal i Republikës së Kosovës e njeh ngacmimin seksual si vepër që mund të ndëshkohet me gjobë ose burgim deri në 3 vjet. Ligji i punës ndalon diskriminimin në punësim dhe trajtim të padrejtë në punë, që përfshin çdo sjellje me natyrë seksuale që krijon ambient armiqësor apo diskriminues. Nëse një punëdhënës nuk mbron të punësuarin nga ngacmimi, që do të thotë se është i njoftuar me rastin dhe se ka raportuar atë, ai ose ajo mund të gjobitet me shumë administrative deri në 10.000 euro sipas ligjit të punës. Pra statistika tregojnë të vërtetën, ligji ekziston, realiteti është se shumica ende nuk flasin, por ajo që po ndodh në heshtje është alarmuese.